Prej orës 24 të mbrëmjes së kaluar, niveli i ujit në lumin Vjosa ka nisur të bjerë. Për kryebashkiaken e Vlorës Brunilda Mersini, ky është një lajm i mirë dhe pozitiv. Kjo situatë me përmirësuar bën që tashmë puna të fokusohet në hapjen e rrugëve, të cilat janë ende të paksesueshme, por që sipas kryetares së bashkisë, problematikat mbeten të vogla. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, Mersini thekson se ka qenë një punë intensive të gjitha strukturave, të cilat u morën me evakuimin e banorëve dhe njoftimin e tyre. Në fund dita ka nisur me lajm pozitiv se prej orës 12:00 të natës së mbrëmshme, niveli i ujit ka filluar të bjerë, ndjeshëm, edhe favorizuar dhe ulja e prurjeve, po gjithashtu edhe ndryshimi i erës dhe deti filloi të bënte si faktor lehtësues në këtë situatë dhe ka rënë ndjeshëm, domethënë ne masim tani nivelin dhe sot dhe në këto momente që flasim është poshtë 8 metra. Kjo ka bërë që ne të kalojmë në një fazë të dytë të situatës, edhe faza e dytë është të fillojmë të hapim rrugët ku ne kemi pas agjinatura gjatë ditës së dieshme, pavarësisht se gjithë rrugët e fshatave janë të aksesueshme, ngel bishani problem në disa shtëpi që duhet të fillojmë të aksesojmë rrugët. Ka qenë një punë e jashtëzakonshme e gjithë strukturave, e 255 forcave, 40 mjete dhe këto jo vetëm mjete automjete, po dhe mjete të posaçme për situatën, që ndihmuan evakuimin e baktive, gjedhve, edhe familje që kryesisht, sepse fokusi ka qenë të jeta njerëzore. Sot ne falenderojmë të gjithë punojësit e shërbimeve publike, forcat e armatosura, forcat e policisë, policia bashkiake dhe të gjithë strukturat dhe gjithashtu një falënderit të gjithë popullit të Novoselës që kanë qenë në solidaritet dhe janë përgjigjur thirrjeve zyrtare. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini thekson se janë disa banesa të përmbytura, kryesisht të komunitetit rom, 12 të tilla që kanë qenë të rrezikuara, por janë marrë masat paraprake sa i përket edhe situatës për evakuimin e tyre dhe tashmë është faza e evidentimit të dëmeve. Janë të evidentuar evidentimi paraprak, janë disa shtëpi që edhe unë në takimet e përparshme kam bërë të ditur që janë shtëpi të komunitetit të rom që janë pranë lumit, edhe ne duhet mendojmë seriozisht që të bëjmë një zgjidhje përfundimtare dhe janë rreth 12 shtëpi të tilla që janë për momentin, por forcat armatosë në shërbim të ditës së sotshme bashkë me forcat e emergjencës civile të Bashkisë Vlorë janë në terren, kryesisht në Bishan, për të evidentuar dëmet paraprake. Ka patur rezistencë për evakuimin? Fillimisht, patjetër, po prandaj dhe forcat e policisë kanë qenë në terren dhe e kanë suportuar gjithë procesin, edhe mjetet e ushtrisë po ashtu. Kryebashkiake e Vlorës ka theksuar se siguria e njerëzve është mbi të gjitha. Mersini referohet edhe situatës në qytetin e Vlorës, ku parashikohen sipas saj era të forta, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve të jenë të kujdesshëm dhe të respektojnë të gjitha udhëzimet e autoriteteve. Paneli meteorologjik është një panel që ka dinamik, dita sot ka parashikuar një herë dhe unë gjej momentin për të bërë thirrje dhe qytetarëve, sepse ne na intereson siguria e njerëzve dhe kemi bërë thirrje që të tregojnë solidar, të përgjigjen kërkesave tona zyrtare në mënyrë që të shmangin qëndrimet në terren kur s'kan arsye, larg pemëve, larg tabelave, larg reklameve, larg strukturave metalike, ndonjëherë dhe larg vazave të luleve, sepse ndonjëherë era mund të shkaktojë probleme të tilla dhe ju e dini që në faqen e bashkisë prej disa ditëve janë numrat e publikuara të gjithë shërbimeve publike, të policisë së shtetit, të emergjencave dhe të urgjencës mjekësore që po ashtu kanë bërë një punë të lavdërueshme për sëmurët kronik edhe ku ka dhe familje me fëmijë të vegjël kanë asistuar. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini tha se qyteti ka një dinamik të qetë. Ajo theksoi se është bërë një kontroll i rrjetit të kanalizimeve në orët e para të mëngjesit, por në bulevardin Vlorskel është vënë re një papërgjegjshmëri qytetare, ku një dyshek, të cilin po e ndiqnin në ekran, ishte lënë në mes të rrugës, në afërsi të rrjetit të kanalizimeve, duke sjellë edhe bllokimin e tij. Mersini thotë se nëpërmjet kamerave do të evidentohet se kush qytetari i papërgjegjshëm e ka lënë këtë dyshek në bulevard, që në këtë situatë të vështirë meteorologjike mund të bëjë problem i madh për bllokimin e rrjetit të kanalizimeve. Qyteti Vlorës ka pasur një dinamik të qetë dhe pavarësisht dinamikës së qetë, po prej orës 4 të mëngjesit dhe unë kam qenë terren shumë herët sot, kemi filluar edhe të kontrollojmë prapë pusetat edhe kunetat, se diku kemi pasur probleme edhe në rrugën bulevardit Vlorskel në orën 6 të mëngjesit pasi kishte kaluar makina një dyshek familjar në mes të bulevardit Vlorskel, me thënë të drejtën
Na vjen shumë keq që gjendemi përpara një situate të tillë, jemi një qytet që po përpiqemi shumë të stabilizojmë, po pa një ndërgjegjësim qytetar nuk mund të ecet përpara. Nuk mundet që një dyshek familjar në mes një bulevardi të një qyteti të lihet ashtu pa pikë përgjegjësie. Unë jam duke kërkuar kamerat e bankës dhe do ja bëj në dije edhe mediave për të evidentuar kush qytetar mund të tregojë kaq i papërgjeshëm këto situata.